bekimet e premtuara. Nëse do të dëgjosh vërtet zërin e Zotit, hyj tënd, për t'i mbajtur e për t'i zbatuar të gjitha urdhënimet e Tij që unë po t'i urdhëroj sot. Zoti yt do të të lartësojë mbi të gjithë popujt që jetojnë mbi tokë. Mbi ty do të bien të gjitha këto bekime dhe do të mbulojnë. Në qoftë se vërtet ke për të dëgjuar zërin e Zotit, hyj tënd. I bekuar do të jesh në qytet, i bekuar në fushë, i bekuar do të jetë fryti i krahërorit tënd, fryti i tokës sate, fryti i baktive të tua, pjella e gjellave të tua dhe shtimi i dileve të tua. I bekuar çaraniku yt dhe magjia jote. I bekuar do të jesh kur të dalsh e kur të kthehesh. Zoti vet do të shtrojë të mundur para teje armiqt e tu që do të çohen kundër teje. Do të dalin kundër teje nga të një rrugë e vetme e do të ikin para teje nëpër 7 rrugë të ndryshme. Zoti do të çojë bekimin mbi drithërit e tu e në të gjitha veprat e duarve tua do të bekohen në tokë. Kënd që Zoti yt do të jap. Zoti do të bëj popull të shenjt për vete, po ashtu sikur se ti tu bërë për betua në qoftë se do t'i mbash urdhënimet e Zotit. Hyj tënd dhe do të esh udhëve të Tij. Të gjithë popujt do të shohin se mbi ty ka qenë thirrur emri i Zotit e do të kenë frikë prej teje. Zoti do të mbush me një të mira me frytin e krahërorit tënd, me frytin e baktive tua, me frytin e tokës sate, për të cilën Zoti ju përbetua e tërve të tu si do të ja jap. Zoti do të hap për ty visarin e begatshëm të vetin, qiellin për t'i dhënë shi në kohën e përshtatshme tokës sate, për t'i bekuar të gjithë veprat e duarve të tua. Shumë popull do të huajosh, kurse ti s'do të kesh nevojë huajimi, kurse do të bëj Zoti e jo bisht. Gjithashtu do të jesh larg e jo poshtë, në qoftë se do t'i dëgjosh urdhënimet e Zotit. Hyj tënd që unë sot po t'i parashtroj, t'i kryesh e t'i zbatosh. Nëse nuk do t'ua shmangesh fjalëve që unë po ju urdhëroj sot, as djathtas as majtas, nëse nuk do të shkosh pas hyjnive të tjera e nuk do t'i adhurosh.